Kandidati për deputet i Partisë Social-Demokrate për Elbasanin, Erion Murataj, ka denoncuar sot mungesën e shërbimit të transportit publik për në varrezat e qytetit. Një shqetësim ky i ngritur nga qytetarët të cilët jetojnë në Elbasan dhe kanë të vështirë që të sigurojnë transport për të shkuar në varreza për të kryer ritualet tek të afërmit të tyre që kanë ndërruar jetë. Linja e cila funksiononte më parë për arsye të panjohura është hequr dhe për të moshuarit sidomos është bërë e vështirë lëvizja. Përmes një peticioni, qytetarët i kanë kërkuar kandidatit për deputet që të ngrej zërin edhe për këtë problem të tyrin. Prej disa ditësh, disa zonja të moshuara të qytetit Elbasanit më janë drejtuar në cilësinë e anëtarit të Këshillit Bashkiak, janë drejtuar Këshillit Bashkiak Elbasan, Bashkisë Elbasan, për një problematikë e cila realisht është për të ardhur keq që diskutohet. Transporti publik, operatori që e garanton këtë të fundit për në drejtimin e varrezave të qytetit, ka muaj që nuk e ofron më këtë shërbim. E ndaj sot jam këtu për t'i bërë thirrje, jo vetëm operatorit, jo vetëm institucioneve, po dua t'i bëj thirrje ndjeshmërisë së kujdo pushtetarin Elbasan, limonit Bashkisë Elbasan, Arbianit Partisë që flet për Elbasanin 2030, që minimumin për t'i garantuar qytetarëve të Elbasanit, për t'i garantuar bijve, të moshuarave, që sot kërkojnë të shkojnë për të qarë, njerëzit që nuk i kanë më pranë tyre, po që i kanë përcjellur për banesën e fundit minimumin transportin drejt tyre. Jo të gjitha kanë mundësinë për të shkuar me mjetet e tyre për të bërë nderimet ndaj atyre që nuk janë më në këtë jetë, por të cilët sakrifikuan më shumë se kushdo tjetër për Elbasanin, të cilët Elbasanit i dhanë identitetin, i dhanë kulturën, i dhanë gjithçka Elbasanit është sot. E pra sot ata që janë karriket e pushtetit, të cilët kanë mbi supe kurrizin e akuzave për vjedhje, e akuzave për një Elbasan të rënuar, i kërkohet vetëm transport për të nderuar ata që e ndërtuan Elbasanin, të cilët ata që janë karrike po e shkatrojnë. Siç ka bërë përgjatë këtyre viteve që me marrjen e mandatit të anëtarit të Këshillit Bashkiak në Elbasan, Erion Murataj po vijon misionin e tij duke qenë pranë qytetarëve dhe duke ju dhënë zë problemeve të tyre. Murataj ka treguar se besimin që i thanë qytetarët në vitin 2023 e ka merituar dhe ju është gjendur pranë në çdo kërkesë të tyre, ndaj kërkon sërish besimin e qytetarëve të qarkut Elbasan për të vijuar misionin e tij.